Kryetari i nismës social-demokrate Fatmir Limaj ka thënë se nuk e sheh veten në pozitën e presidentit të vendit pas 5 muajsh, atëherë kur përfundon mandati i Vjosa Osmanit. Kjo pasi Limaj tha se ende do që të jap punë për vendin nga terreni, pasi sipas tij Kosova ka nevojë shumë për projekte të mëdha. Unë dua ende të jap punë për vendin tim, unë ende mund të jap punë nga terreni, Kosova ka nevojë shumë për projekte të mëdha. Nuk mendoj që ka ardhur koha ime që të mbyllem në një zyrë. Unë dua që të jemi angazhuar në terren dhe ende kam edhe energji, edhe dëshirën dhe ende kam ëndra se mund t'i realizoj disa projekte të mëdha për këtë vend, tha Limaj. Më tutje ai u shpreh se Kosova duhet të futet fort në punë dhe të shfrytëzojë maksimalisht kapacitetet e saj, teksa u shpreh se për emrin e presidentit duhet të ketë një marrëveshje politike gjithëpërfshirëse. Duhet pasur marrëveshje politike. Më mirë është të bësh sot marrëveshje politike se pas 6 muajsh, kaq është qëndrimi im. Ajo çka pres është që të jetë një njeri që i plotëson për të qenë president, tha Limaj.